Në zemër të Alpeve shqiptare, një lum që ka ushqyer për dekada jetën dhe shpresën e banorëve për turizëm, sot rrezikon të futet në tuba. Lumi i Cemit po përballet me një val projektesh për hidrocentrale, ndërsa banorët vazhdojnë të jetojnë pa furnizim të rregullt të energjisë elektrike, pa rrugë dhe pa mbështetje për sipërmarrjet e tyre. Në ta marrë sezoni turistik ka nisur, rritja e temperaturave ka bërë që vizitorët të kërkojnë freskinë e maleve të Kelmendit, por banorët thonë se dritat fiken shpesh. Madje edhe gjatë kulmit të sezonit në verë, shpesh ndërprerjet janë pa paralajmërim dhe zgjasin me orë të tëra, ndërkohë, në mënyrë paradoksale, përgjatë lumit, pjesës që buron nga selca, hidrocentralet janë ngritur njëri pas tjetrit. 3 janë në funksion teksa 1/4 mes fshatrave Mreg dhe Ostriç janë kundërshtuar. Në një distancë prej rreth 8 kilometrash, hidrocentrale si Murasi, Dobrinja dhe Selca kanë devijuar dhe futur pjesë të lumit në tuba, ndërsa rreth 5 kilometra më tutje, në tavolinë, ka mbetur hidrocentrali i Vrielës, që kërkon të shfrytëzojë prurjet e Përrojt me të njëjtin emër. Sipas Besiana Gurit, drejtuese e qendrës Lumi dhe fituese e çmimit mjedisor Goldman për fushatën e mbrojtjes së Vjosës, nuk përjashtohet mundësia për ta zhvilluar edhe projektin në Ostriç. Këto hidrocentrale kanë një histori diku te 7 ose 8 vite, që ku kanë filluar ndërtimi e tyre, disa prej të cilave fatmirësisht janë kundërshtuar nga banorët, edhe janë fituar ose le themi janë anulluar, por fatkeqësisht ky hidrocentral dhe 3 të tjera që janë në Cem, pavarësisht kundërshtimit në atë kohë, kanë arritur të ndërtohen. Hidrocentralet që janë ende plane janë aty si një minë me sahat, do thoja për komunitetet, por dhe për mjedisin, në këtë zonë që ofron në fakt një potencial shumë të lartë për zhvillimin e një turizmi natyror, për zhvillimin e ekonomisë lokale, për të mbajtur dhe ato pak familje që kanë mbetur në këtë zonë. Në diskutim janë të paktën edhe 6 impjante të tjera ku pjesa më e madhe pritet të ndërtohen në anën tjetër të Cemit, atë që buron nga Vukli. Kjo zonë ndodhet vetëm 10 kilometra më larg. Realiteti atje përshkallëzon në një gjendje edhe më të vështirë. Një rrugë pa rrugë e bën udhëtimin sprov të rrezikshme. Zyrtarisht një investim prej 1.5 milion eurosh i nisur në vitin 2024 do të duhet ta kishte përmirësuar situatën, por sot projekti duket i braktisur. Të paktën 3 hidrocentrale të reja me një total kapaciteti prodhues prej 19 MW parashikojnë devijimin e shumicës së ujit nga dega e Cemit të Vuklit, nga ura e Tamarës deri në fshatin Kozhinj. Duket që kompania është duke aktivizuar ose duke bërë gati terrenin për të filluar punimet. Në 2025-ën ata kanë marrë edhe deklaratën mjedisore, pra lejen mjedisore për të vazhduar punimet. Në fakt vlen për të përmendur që është një projekt i vjetër, që ka dikute në 2020-ën, pra ka disa vite që ka qenë në diskutim, ka pasur një kundërshtim nga banorët, është lënë në një moment ose një periudhë kohe i fjetur dhe tashmë është riaktivizuar. Me marrjen e lejeve, me lëvizjet në terren, duket sikur kompania është shumë gati ose shumë afër për të filluar punimet. Madje në pjesën e sipërme të lumit shikohet edhe punimet që janë bërë për mbrojtjen lumore, 2 skarpatat e lumit mbrojtura me punime inxhinierike, me gur dhe me tel, duket si një përgatitje për t'i dalë para, le të themi, grumbullimit të ujit që mund të krijohet më pas nga ndërtimi i hidrocentralit. Për banorët, problemet duket se janë më bazike. Rruga e keqe e bën të pamundur që ata të marrin edhe shërbim nga bashkia për heqjen e mbeturinave. Kontrasti është i qartë. Në një zonë me hidrocentrale, banorët vazhdojnë të jetojnë pa shërbimet e duhura nga institucionet, pa furnizim të rregullt energjie dhe pa infrastrukturë. Ndërkohë, Kelmendi po rritet si destinacion turistik. Uji i pastër, kanjonet dhe natyra janë asetet e saj kryesore, por kjo lloj ekonomie duket e brisht. Një bum hidrocentralesh mund ta dëmtojë atë në mënyrë të pakthyeshme, dhe ata që do ta vuajnë duket të jenë pikërisht banorët që jetojnë aty. Shpeshherë kjo është një nga gjërat që ndodh rëndom në zonat e largta ku nuk ka rrugë. Ajo çfarë ndodh është që më përpara ndërtohen hidrocentralet dhe më pas vjen dhe rruga, dhe komunitetet duke qenë edhe në kërkim të kësaj infrastrukture mund edhe të bëjnë një kompromis me, le themi, me pranimin e hidrocentraleve për hir të një zhvillimi që duket sikur do jetë ajo e ndërtimit të rrugës, por që në fakt është fatkeqësi sepse rruga është ajo e para që duhet vi dhe hidrocentralet në fakt nuk kanë vend në këtë perlë të natyrës dhe nuk duhet të kenë. Por ajo çfarë duhet është që banorët të jenë pak më të përfshirë. Me sa di në dëgjesat publike për
këto hece që ne po flasim janë marrë në konsultim një numër shumë i vogël banorësh, më pak se 10 veta, të cilët në fakt nuk përfaqësojnë gjithë vullnetin e komunitetit. Dhe ajo çfarë duhet bëhet është që komuniteti jetë më i përfshirë në vendime të tilla, dhe sigurisht që ka banorë që do të ishin të shqetësuar ose do të ishin të prekur, sepse këtu shohim që banorët jetojnë me tokën, me blegtorinë, me bujqësinë, dhe uji për ta është burimi i jetës. Por lumi i Cemit nuk është vetëm burim ekonomik, është një artere ekologjike me 10 specie, të cilat rrezikohen gjithashtu. Lumenjt janë trupa që lëvizin, lumenjt duhet të rrjedhin natyrshëm dhe në momentin që ne i bllokojmë ata, ne kemi ndryshuar komplet ekosistemin përreth tij. Duke çuar patjetër në zhdukjen e specieve që jetojnë aty, në troftën e malit, siç e kemi këtu dhe është krenaria e zonës. Aktualisht banorët e peshkojnë troftën, por nuk e din nëse do t'jetë edhe më vonë nëse këto hece do të ndërtoheshin. Lumi vazhdon drejt malit të Zi, ku një prej kanjoneve që përmon atje është pallur dhe zonë mbrojtur. Ky ka bërë që çështja të bëhet ndërkombëtare, madje në vitin 2019 të kishte edhe protesta. Megjithatë, një pjesë e hidrocentraleve janë ngritur dhe rreth 7 vite më vonë, ende nuk ka një analizë të plotë për ndikimin e tyre, po ashtu dhe të ndikimit të projekteve që duket se do të vijojnë të shtohen.